më mirë din ata atje që janë edhe pse kanë njerëz spedin ata. Pikërisht ne po pendohen po kot poshtë. Nëse nuk din, ne të shikojmë kushit, apo ne shikojmë në të hedhin syt pak ka Evropa dhe ne të shikojmë se si organizohen zgjedhjet dhe si i respektojnë votuesit e vetë dhe si menaxhohet shteti mbasi votuesit të kishin votuar dhe ta kishin votuar majorancën e cila do të ketë drejt që të formojë qeverinë e ardhshme të Kosovës. Ne vetëm ju dëshirojmë suksese sherifëve e Kosovës dhe shqyr që spaku ka një grimcë demokracie edhe në Kosovë, janë ndërkombëtarët për çdo eventualitet që të monitorojnë zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe parlamentare dhe ne dëshirojmë që këta zgjedhje të jenë shembull edhe për rajonin dhe tek e fundit le të fitojë ai që më së tepër mi votat. Absolut. Dhe do ta respektojmë në fjalë. Mbi të gjithë që të fitues populli. Sigurisht. Kjo është, domethënë se gjithë le të fitojnë, kur vërtojnë le të fitojnë, megjithatë populli le të fitues në fund. Nuk është në pyetje se unë thash, nuk kam kurrë preferencë partijake për asnjëri. Secilin në kohënat e caktuara, në suazat e caktuara i ka dhënë kontributin e caktuar. Apo kupton? Mirë, po problemi është sot për sot kem nevojë për një unitet të jashtëzakonshëm që shteti i Kosovës sa më shpejt me ecë përpara, që populli i Kosovës mos më qenë varfëni që është, sepse po na kushtojnë guvernatori në burg, ai tjetri këtu, ky tjetri ka, kryetari u jek e shkeli, domethënë kushtetutën, tash u presh koalicioni, këtu në çdo 3-4 muaj, 5-6 muaj, ose t'ja e po vret lutem, e po, javën e kalune rreke zotni komune, zëv komune, po se e po atem në i farë krye inspektori i barnatorëve të Kosovës. Dojtë para 3 mjekve si loke, mjekët me folë, tu qenë kaq i atë kishaj, para 3 ditëve a e ndëgjova, e po, nuk i përcjeli. Nuk i përcjeli vetë që i lexojnë internet. Për atë po thëmë, po na kushtojnë këto kanë neve, për atë po thëmë inshallah popullin fund fiton. Unë sherif, do të thonë vetë sonte kam kohë më i lirë, jam se gjatë javës jam tepër i angazhuar dhe ndonjëherë që s'jem parasysh s'kam kohë thjesht me i dëgjua streamet që mund t'i lexojnë internet her pas here. Dhe që kështu që ishte një analizë e shkëlqyeshme, ju zoti Sherif, falenderojmë shumë për inkuadrimin tënde, përveç që në dëshmove herave të kaluara se i ke talent të bukur për këndim, ja pas ke talent edhe për politikë dhe besoj që do të realizohen s'pari dëshirat tua dhe do t'i respektojmë edhe ata që ti pretendon dhe që ti adhuron, në qoftë se ata fitojnë zgjedhjet, sigurisht që ne të gjithë do t'i respektojmë dhe do t'i çmojmë. Jo, falenderoj shumë Adnan, falenderoj dëgjues të radio televizionit të Kosovës apo të Kopenhagës, më mirë them, unë prapë thash, preferenca politike nuk kam për asnjë, po du vetëm të fitoj populli. Sepse po që kisha pas preferenca politike nuk ishna zgjanu ashtu në gjitha partitë, po unë mundova gjitha partitë politike që janë, domethënë me i dhanë ato ideët e mia të cilat më merr mendja kishin me shku edhe arsyet sepse kishin me shku ma tutje edhe ma përpara shteti i Kosovës edhe populli i Kosovës. Po sidoqoftë, prapë them, unë i bashkangjitem atij mendimit tënd, edhe them që kur ata atje janë të kënaqur, ne jemi shumë stërkënaqur këtu. Njëkohësisht përshëndet edhe politikologja nga Kumanova, Vimja, e cila e ka dëgjuar me vëmendje, domethënë analizën tënde dhe ju përshëndes shumë. Faleminderit shumë, edhe unë përshëndes Sevimin edhe gjithë dëgjues, edhe ty Adnanin Derun, edhe Adnan me tjetër burr mos e ti ki me punu prap. Unë vetë nuk e ndjej veten se punoj këtu Sherif, me të vërtetë unë e ndjej veten se argëtohem bashkë me juve, se nuk e ndjej punën se sigurt punoja, me siguri që nuk do ta zgjedhja këtë punë si punë, mirë po do të punoja atë punën që fitoj shumë më shumë se sa që mund të fitoj këtë punë këtu. Mirë po, këtu e ndjej punën time si e ndjehemi relaksuar dhe të gjithë të energjinë që arshojnë ashtu në punën time të përditshme nëpër Kopenhagë, me punë të përkthimeve, këtu faktikisht më jepet mundësia që të relaksohem bashkë me shumë dëgjues që i kam dhe besoj me gjithë dëshirë bëj këtë argëtim, njëherë argëtoj vetveten dhe mandej të gjithë dëgjuesit që më ndjekin kudo në botë. Kjo është një kënaqësi. Atëherë unë asgjë tjetër s'kam pos
natën e mirë ty ata nderon gjithë dëgjuesve kuto që janë njëkohësisht edhe familjen time në fshatin Budrik, i përshëndes. Sigurisht janë të na ndëgjua atje dhe shumë miq tjerë që janë bërë tash adhurues edhe ndëgjues të rregullt këtij emisioni çdo çtune. Kështu që ju përshëndes, suksese edhe kolegëve të mi muzikantë gjithë ka janë edhe politikologës nga Kumanova shumë suksese edhe dashtë Zoti që ato çka i tha ajo më herët në vitin 2013 të na ndodhin që me të vërtet të jemi të kënaqur një herë për gjithmonë kombi shqiptar. Natën e mirë atë nderuan, suksese. Faleminderit shumë Sherife, herave tjera do të dëgjohemi në rolin e këngëtarit që na kemi. Gjithsesi miku jam. Patjetër. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë.